Unë mendoj se duke i përcjell zhvillimet e fundit të gjyqësorit në Republikën e Kosovës, unë mendoj se sadopak është duke u munduar që të bëhet një punë në aspektin e rasteve, çështjeve penale, të cilat janë ndër çështjet më komplekse në precedentin penal të Kosovës, që kanë të bëjnë me krimet e luftës. Mirë po unë mendoj se në aspektin e krimeve të luftës, Kosova duhet jetë më aktive. Kur them më aktive, e kam fjalën se duhet jetë me standarde edhe më të larta profesionale. Dhe kjo nuk kupton se ashtu siç kemi gjykata të caktuara në Kosovë, mendoj që duhet ta kemi edhe një gjykatë të profilit penal, të cilat merren me gjykimin dhe trajtimin ekskluzivisht të krimeve të luftës. Pra, ashtu siç e kemi gjykatën komerciale të krijuar së fundmi, ashtu siç kemi edhe divizione të tjera, duhet ta kemi edhe një gjykatë profilit të çështjeve penal juridike që merren enkas me trajtimin e rasteve të krimeve të luftës. Kjo do të ndikonte natyrisht në ngritjen e standardeve profesionale në rastet e tilla, të cilat me të vërtetë janë mjaft komplekse. Sa i përket vendimit të sotshëm, unë mendoj se vendimi natyrisht se nuk është i plotfuqishëm, i njëjti natyrisht se do të apelohet nga mbrojtja e të akuzuarit, dhe si vendim i formës së prerë, i njëjti mund edhe të ndryshojë si në aspektin e sanksionit penal, si në aspektin e rigjykimit, pra nuk është i formës së prerë. Ajo se çka si avokat më bën përshtypje jo për të mirë, pavarësisht pse ekziston prezumimi i pafajësisë për çdo të akuzuar, në këtë rast për të akuzuarin në rastin konkret, unë mendoj se është një skandal i vërtet për faktin se i njëjti ka qenë zyrtar i policisë së Kosovës. Do të thotë, deri në arrestimin e tij, personi konkret ka qenë zyrtar në policinë e Kosovës. Pra, merreni me mend se çfarë fiasko në aspektin e verifikimeve dhe të sigurisë ka ekzistuar në Republikën e Kosovës, që është karakterizuar që nga pas lufta e këndej,